Trabzonspori mori një fitore të çmendur mbrëm në transfertën e Başakşehir. Ndeshjen e vlefshme për javën e 13 të kampionatit e vendosi Ernest Muçi me dopjetën e tij, ndërsa i gjithë takimi u mbyll me rezultatin 3-4. Muçi u aktivizua si një zëvendësim pa planifikim pas dëmtimit të Jabol Folcarelli. Më pas Trabzonspori shënoi 3 herë nga minuta 76 ku 2 gola i përkasin fantazistit të kombëtares Son. Muçi mori vlerësimin 9 nga Sofascore dhe u përfshi në formacionin e javës së 13. Krah i tij në mesfush është edhe Asensio, ish futbollisti i Real Madrid. Julian Shehu po ashtu është vlerësuar duke u përfshirë në formacionin e javës në Poloni. Nota 8.7 tregon për formën e shkëlqyer që ka aktualisht mesfushori shqiptar. Ernest Muçi ishte protagonisti kryesor i fitores 4-3 të Trabzonsporit në fushën e Istanbul Başakşehir. Sulmuesi u fut në pjesën e dytë dhe shënoi 2 gola për t'i dhënë suksesin ekipit të tij, me të dytin në minutën e 11 shtesë të takimit fal një gjuajtjeje spektakolare. Dhe në fund shokët e skuadrës deshen që t'i jepnin meritat sulmuesit shqiptar për kontributin e tij. Ata u rreshtuan poshtë tribunës si zakonisht për të festuar me tifozët e tyre. Festimet me tifozët i nisi kapiteni, por këtë radhë ishin lojtarët e tjerë ata që shtyn Muçin para tribunës. Kështu Muçi u kthye në kapo ultras duke bërë festimin e zakonshëm të tifozëve të Trabzonsporit me ekipin, ndërsa e përsëriti këtë në pjesë të ndryshme të stadiumit para mbështetësve që duar trokisnin të entuziazmuar. Ernest Muçi është dashur të pres pak për golin e tij të parë në Superligën turke me fanellën e Trabzonsporit, por goli i tij ka ardhur në një moment delikat kur ekipi i tij po kalon një krizë të vogël në luftën për titullin kampion. Në ndeshjen e sotme në transfert ndaj Istanbul Başakşehir, Trabzonspori shfaqi përsëri vështirësi dhe ishte në ndjekje të vendasve të cilët ishin në avantazh në fund të pjesës së parë dhe pse me 10 lojtar pas kartonit të kuqte e Bosele. Trajneri hodhi në fushë Muçin për të rritur forcën sulmuese të ekipit në minutën e 63 dhe ndryshimi ishte i dukshëm. Trabzonspori fillimisht barazoi rezultatin me penallti, më pas ishte vetë Muçi ai i cili la shenjën e tij në këtë duel duke kthyer në rrjet në mënyrë të rrufeshme një pasim nga e majta. Ky gol përmbysi rezultatin përkohësisht në 3-2, teksa ishte i pari për sulmuesin shqiptar në ndeshje zyrtare që nga ai shënuar me Beşiktaşin në Kupën e Turqisë në muajin prill. Shifrat u barazuan sa po filloi shtesa dhe u duk se ndeshja do mbaronte me barazim, por ndryshe mendonte Ernest Muçi, i cili me një gjuajtje të pakapshme me të majtën në minutën e 101 i dha suksesin 4-3 ekipit të tij.